Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV për të ndarë me ju ngjarjet më të fundit, për të ndarë me ju diskutimet më të fundit dhe atë se çfarë sonte do të ndodhë në Big Brother VIP Albania. Sonte pritet që të jetë një spektakël shumë i zjarrt. Kemi një nominim kok më kok mes Laertit dhe Valbonës, njëri nga ato të dy sonte përfundimisht do të lërë shtëpinë e Big Brotherit. Kemi diskutime shumë, kemi ngjarje shumë, kemi dinamika shumë. Kemi momente të bukura ku Jozi ka fituar një suite fantastike, por gjithmonë kutia e emergjencës ka dhe anën e saj të keqe. Jozi mbrëm ka fjetur në jashtë shtëpisë së Big Brotherit, në verandë. Kemi sqarime, momente shumë të bukura mes Gjestit edhe Eglit, momente ku çifti ka qeshur me lot dhe janë argëtuar, dhe më pas pritet sonte të kemi një surprizë shumë të bukur që do surprizon njërin nga banorët dhe gjithsesi flitet për Gjestin. Unë jam munduar që të rejat më të fundit t'ua sjell sot në këtë video, qëndroni për t'i dëgjuar deri në fund. Mbrëmja e sonte Big Brother VIP Albania pritet të sjellë zhvillime të forta, emocione të mëdha dhe debate që do të mbeten gjatë në mendjen e publikut. Një nga përplasjet e vazhdueshme mes Laertit edhe Valbonës, tek dinamika e pazakontë mes Gjestit, Eglit edhe Rozanës, deri te një veprim i papritur i Jozit, i cili do sjell pasoja të rëndësishme për lojën. Po ashtu një banor do të largohet nga shtëpia dhe një surprizë e madhe pritet të ndryshojë rrjedhën e emocioneve për një prej konkurrentëve. Tema e parë, e cila do të jetë më e diskutueshmja dhe më e zëshmja në këtë Big Brother sonte, është përballja e madhe Laerti kundër Valbonës, një duel që ndes shtëpinë. Ditën e djeshme, por edhe një ditë më herët, Valbona dhe Laerti kanë patur diskutime dhe debate shumë të forta. Valbona në verandë pyeti Laertin pse e bëre këtë zgjedhjen, cili ishte qëllimi jot. Laerti tha ti e din shumë bukur, tha ta kam sqaruar, tha se unë në qoftë se nuk e fitoj këtë Big Brotherin ose një mundësi, unë në fund të muajit prill e humb shtëpinë time dhe nuk kam çatim mbi kokë dhe kam shumë të rëndësishme çmimin e madh. Ndërsa Valbona i tha si mundet, tha të vësh ta para çmimin e madh se sa dashurinë. Por në fund të ditës Laerti ka qëllimin e tij dhe dëshiron të ruan shtëpinë. Laerti tha në qoftë se ti tha do të më kishe dashur mua, do kishe vlerësuar këtë tha që unë po bëj, tha sepse ka shumë rëndësi shtëpia ku ne do të jetonim, se sa të shkonim të dy në finale. E kupton? Dhe kjo është ajo pika që Valbona e kishte me patjetër që të bisedon me Laertin dhe të sqarohen deri diku, po sqarimi përfundoi me ofendime shumë të mëdha. Një nga temat më të diskutuara të këtyre ditëve është përplasja mes Laertit dhe Valbonës. Vendimi i Laertit për të marrë vetë përsipër nominimin kok më kok me Valbonën nuk ka kaluar pa u komentuar ashpër. Për disa ky është një veprim i guximshëm që tregon forcë dhe vendosmëri, për të tjerët një lëvizje e nxituar që mund ta dëmtojë atë. Valbona nga ana tjetër e ka marrë këtë përballje si një sfidë personale dhe nuk ka nguruar të shpreh pakënaqësinë e saj. Debatet mes tyre janë bërë gjithnjë më të nxehta brenda asaj shtëpie dhe sonte në spektakël do të shohim se çfarë do të ndodh prapa kamerave dhe si janë pozicionuar banorët e tjerë në këtë konflikt. A është ky një duel për pushtet, një strategji për lojën apo një përplasje që po shkon përtej kufive të garës? Do me thënë, Valbona dhe Laerti kanë kaluar çdo pritshmëri të mundshme. Valbona ka përmendur dhe prindin e saj të vdekur, por njëkohësisht edhe tatin e Laertit në këtë rast, i cili ka ndruar jetë, ka përmendur motrën e Laertit, ka përmendur nënën e Laertit, duke i thënë Laertit si do të dukej që dikush të përdorte motrën tënde, si do të jetë krenare ajo nën ushtarake, ai baba ushtarak me këtë djalë tradhtar. Do të thënë ofendimet kanë qenë nga më të rëndat, nga më të shnjërzoret
që janë dëgjuar brenda kësaj shtëpie. Banorët e tjerë kanë mbështet Valbonën, sepse banorët tashmë ka një lloj mekanizmi, një strategji loje që nëpërmjet një banori tjetër i cili është në diskutim e sipër, mundohen të godasë një banor që ato e quajnë relativisht e quajnë shumë të fortë. Në këtë rast, Laertin e quajnë shumë të fortë dhe më befason Valbona, e cila ka ndjekësi jashtë, ka fansa jashtë shumë e trombur, do me thonë nga që edhe Valbona më e ndjen që 100% do t'jetë banorja e cila natën e sontme do t'lërë shtëpinë e Big Brotherit. Është shumë e çuditshme fakti se sa shpejt dorëzohen banorët dhe sa shpejt i jepen fituesit që ato në fakt kanë ndërtuar në kokën e tyre, por gjithsesi Valbona këtë gjë e ndjeu që në momentin që doli në nominim. Por sonte gjatë Prime-it do të kuptojmë detaje dhe do të kuptojmë të vërtetën e kësaj ngjarje. Tema e dytë do të jetë darka e tensionuar dhe shumë e dashur mes Eglit edhe Gjestit. Një trekëndësh dashurie në horizont, kështu do ta quajmë. Në një tjetër zhvillim të rëndësishëm, sonte do transmetohet darka e sqarimit mes Gjestit dhe Eglit. Marrëdhënia e tyre ka qenë shpesh e turbullt, me keqkuptime dhe ndjenja të pashprehura. Gjestin e kemi parë të afrohet gjithnjë më shumë me Rozana Radin, një afërsi që ka ngritur dyshime jo vetëm mes banorëve, por edhe te publiku. A është ky fillimi i një trekëndshit brenda në shtëpi, të dashurisë njerëzore gjithmonë? Apo përdor Gjesti një nga vajzat për strategji, që në këtë rast është Egli, apo ndjenjat e tij janë të sinqerta? Diskutimet në studio do të jenë të zjarrta, ndërsa opinionistët do të analizojnë sjelljet e tij dhe reagimet e Eglit. Gjesti, ju tashmë e dini, sepse mbrëm kemi komentuar deri në orët e vona të darkës, Gjesti nga vllau i madh kërkoi një darkë sqarimi me Eglin. Vllau i madh me patjetër që Gjesti t'ja plotësoi këtë dëshirën. Darka u organizua në suitën e cila ishte për Josin dhe për Loredanën 24 orë dhe Egli me kënaqësi pas hyrjes së një zarfi të bardhë në shtëpi, Egli me kënaqësi e pranoi darkën për të qenë në prezente dhe për të biseduar, për të qartësuar marrëdhënien e saj me Gjestin. Biseduan shumë, folën shumë, komentuan shumë ndaj njëri tjetrit, u qeshën, u argëtuan dhe marrëdhënia mbeti në një pikë, le të themi 90% e afrueshme. Mënyra se si banorët e tjerë e pritën këtë marrëdhënie dhe mënyra se si banorët e tjerë e komentuan këtë darkë, pasi që darka filloi në orën 7 dhe përfundoi në orën 1 të mesnatës, do të thënë ka qenë më shumë se 5 orë darkë, banorët e tjerë nuk është se e pritën me shumë pozitivitet, por sonte do të shohim se çfarë do të ndodhen. Gjesti e pranoi një pikë të fajit të tij, do me thënë për veprime që ka bërë kundër drejt Eglit dhe që realisht ajo është dashuruar në të, dhe Egli e pranoi fajin e saj. Tani do të shohim se si do të shkon ky zhvillim edhe kjo marrëdhënie, a do të ketë një afërsi në ditët në vazhdim, a do të tentojnë që të rilidhen përsëri së bashku, apo do të mbeten thjesht dy banorë të një reality show që nuk do të grindet më dhe që nuk do të goditen më, por duke njohur temperamentin e Gjestit dhe natyrën e Eglit dhe mënyrën se si ajo ka përzgjedhur që të jetë në Big Brother, do me thënë e bën atë që të jetë e lëshuar. Gjithsesi sonte do të diskutohet shumë kjo ngjarje dhe do të ketë një moment të veçantë, momenti i darkës romantike të Gjestit edhe të Eglit. Më pas, tema e tretë është kutia e emergjencës. Jozi thyen rregullat dhe fiton një natë speciale me Loredanën. Një moment i papritur ka ndodhur brenda shtëpisë ku Jozi theu kutinë e emergjencës. Ky veprim ka shkaktuar habi mes banorëve dhe ka ngritur pyetje nëse ai do të përballet me ndonjë ndëshkim nga vllau i madh. Çfarë ndodhej brenda kësaj kutie dhe çfarë pasoja do të ketë ky veprim? Përtej pasojave të mundshme, Jozi ka arritur të fitojë një suite 24 orëshe me Loredanën. Të dy kanë një lidhje të veçantë, por kjo eksperiencë e re mund të sjellë emocionet edhe më të forta. A do të shohim një afrim më të madh mes tyre? A kjo suite do të sjellë edhe më shumë tensione dhe romancë? Fansat kanë arritur në pikpyetjet e tyre që Jozi kutinë e theu për të shpëtuar Valbonën,
por në këtë rast ju e dini që tashmë jemi drejt fundit të këtij spektaklit dhe vllau i madh nuk e jep këtë luksin më që banorët të kthehen brenda në shtëpi dhe Jozi, siç duket, domethënë fitoi një natë me Loredanën dhe mbrëm fleti në pjesën jashtme të shtëpisë. Janë një çift shumë i dashur, janë një çift shumë i komentuar, por do të shohim se çfarë do të ndodhen. Më pas se kemi eliminimin se kush do të largohet, domethënë është Valbona dhe Laerti dhe më pas kemi edhe një surprizë që pritet të jetë natën e sonte. Sonte pritet që prindërit e Gjesit të jenë pjesë e spektaklit të Big Brother, por do shohim se çfarë do të ndodhë. Ju na ndiqni me subscribe për videot më të fundit.